Këtu ndodhemi në ekonominë pyjore Voskopojë 2, ku në vitin 2017 ra një zjarr i cili përshkoi një sipërfaqe prej rreth 150 hektarë dhe dogji një sipërfaqe prej 60 hektarës. Pas fikjes së zjarrit, u morën masa nga ana e bashkisë për vadimin e materialit drusor të djegur, si dhe u përgatitën projektet për rehabilitimin e kësaj sipërfaqe, duke e mbjellë e pyllëzuar me fidanë të llojit pish të zezë dhe pa një mali. Dhe siç e shikoni, sot kthehemi pas në vitin 2020-2021 është bërë pyllëzimi, ka filluar pyllëzimi, dhe sot pas 6 vitesh që kthehemi këtu, shikoni që fidanët janë në gjendje shumë të mirë vegjetative, siç duket dhe nga pamja vetë.